أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول Milionin në fillim që Hoxhën e nderuar, imamin e juaj të xhamisë juaj, një fjalë, një seance për xhamatin të pranishmit dhe për Hoxhën e nderuar. Hoxhën e nderuar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lavdërimet i takojnë Allahut të Madhërisëm, Allahun e falenderojmë. Për Zotit, për Allahu xhalla xhelaluhu, mirësi, falje, mëshirë dhe begati kërkojmë. Salavatet dhe selamet të dërguarit tonë të dashur profetit Muhammed Mustafa, ja dërguar familjes së tij të pasur, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e ndoqën dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. I nderuar Hoxh, i respektuar Hoxh Misafir Mutalib Efendi Ademi, i nderuar sekretari i Muftinisë së Shkupit, sekretari general, magjistër Nexhmi Efendi Ferrati, i nderuar referenti i Muftinisë së Shkupit rajonit Tervele, i nderuar Hoxh Hafaz, profesori i medreses së Sabeu Shkup, profesori Mervan Efendia, të nderuar xhamat dhe gjithë ju misafirë, të nderuar i nderuar Hoxh Orhan Efendi Salia, Molla Emrani, Molla Fitush Efendia dhe të gjithë ju misafirë që jeni prezent, nuk duhet ju marrë kohë, meqense fjala dhe skena dhe gjithë vëmendja jonë sonte do të jetë tek Hoxha i nderuar që ka ardhur enkas për neve, për juve xhamat, për vëllezërit dashamirë, që të në nderon sonte me një ligjerat, me disa këshilla të mëdha që neve në nevojitën sidomos të rritë. Andaj e falenderoj përëzemërsisht edhe Hoxhën e nderuar, por edhe Muftinë e Shkupit që çdo herë ndërmerr aktivitetet e këtilla në xhami të ndryshme, e që sonte ka pas rastin, kemi pas ne fatin që ne kemi sonte këtu një mexhlis apo një natë që do të ketë ligjerat për neve. Inshallah Zoti ju nderoj, Allahu ju shpërblet. Inshallah do të kaloj mirë. Do të kalojmë pjesën e programit. Allah shpërblet Hoxhën e nderuar për një pritje dhe ju me të matit ndershëm. Këshilla e xhamisë, Allah ju nderoj gjithëve, inshallah Zoti ju shpërblet për mundi sakrificën, angazhimin që bëni përmendën në xhami. Allah ju nderoj dhe ju shpërblet me të mirat. Unë nuk dua më tepër të zgjatëm, për arsye që flet ne jena vetë këtu për ta dëgjuar Hoxhën e nderuar, por Mozalibin që ftoj që të ulet edhe të na freskojë në ligjëratën e tij. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسولنا المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه والسراج المنير. أما بعد فيا عباد الله، قال تعالى في كتابه الكريم:
قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. Falëndrimin dhe lavdrimet I takojnë vetëm sa Allahu të Gjeleshani. Salavat dhe salam në qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Paqja, siguria, uniteti, shpëtimi qoftë mbi ummetin Muhammed alayhi salatu wassalam. Gjuma të nderuar, kemi nderin që s'pari herë jemi prezent në mesin tuaj, në xhamin tuaj, në fshatin tuaj të Sheshov. Kështu që s'pare here vlen të përmendet që këtë respekt dhe këtë nder që na ka dhënë është vetë programi organizimi I jetës fetare pranë miftimisë së Shkupit në krye në miftiun e nderuar Kenan Efendi Ismailin. Bashkë edhe bashkëpunëtorët e tij që janë prezent në mesin tonë, sekretari Hoxh Mezmiu, po ashtu referentat Ali Ziberi, po ashtu Abu Stefan Saliu. Të jetën kohë në mesin tonë kemi edhe disa imunderë që I pash të onës të zëvelit, Hoxh Orhani, po ashtu dhe profesor Nërvan në desensë, por në veçanti është nder dhe respekt që neve të përmenda që këtë ki organizim që është bërë në përqim të Mejlisit të xhamisë ose këshillit të xhamisë së Sheshovës në krye të saj mutueliu të xhamisë edhe imamit të nderuar Hoxh Isakut, kështu që lusta Allahu dhe shanuhu që këtë respekt dhe këtë nder që na keni bërë të gjithë neve I vetmi që mund t'ju shpërblet është vetëm se madhëria e tij inshallah. Kështu që vetë që ne tregojmë diçka të re, përveç se do t'i përsërisna fjalët që janë treguar në për xhamia të përditshme, konkretisht edhe në xhamin tuaj. Kështu që dini çaj është, nuk ndryshon. Mirë po vetëm se metoda e interpretimit ndallon në aspektin edukativ, islam, njerëzor, që duhet të jetë aktual në mesin tonë, është pajtimi I di personave ose di grupeve të hidhruar. Për këtë çështje, jo që hoxha e flet dhe e tregon, mirë po këtë Islami e potencon ajetet kuranore që nxit për këtë çështje. Të njeriu të parë Ademit alayhi salam me lindjen e bibive të tij, Habil dhe Kabil, filloi e mosmarrëveshja vëllezërore. Edhe normale u provuan disa prova që të dalë hakmi e vërteta në shesh dhe në skenë. Edhe ajo vazhdon. Deri te Muhamedi alayhi salam, një ndër pejgamberët më të zgjedhur, I cili edhe ai jetën e tij praktike e ka përjetuar, që ti të hidhruar dhe të idhnuar, ti bashkuar, ti pajtoj. Këtë vepër e kanë gjekë edhe ashabët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Për shkak se Kurani flet për këtë çështje. Kurani çka thotë?
Në këtë ajet që e lexuam, Allahu Gjeleshanu thot, la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ba'd. Kjo është orientim edukativ o njerëzor për të gjithë natë. Thot nuk ka dobi në shumë bisedat të mshefta në mes njerëzive, përveç se nëse është mbyqje këshilla dhe udhëzimi që ka të bëjë me lëmosh, ndim, njerëzor. E dita është vashtu të udhëzosh njeriu për punë të mbarë dhe punë të mirë. Marufi, au islahin bejnë nas. Ose duhet gjithmonë të jetë në praktik ditë i dhënuar ti bashkosh dhe ti pajtosh. Çka vlerë ka në islam kjo çështje? Wa man yaf'al dhalika bi-ibtigha'i mardati Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Gjëmatë. Këtë mision duhet ta kemë në jetën praktike për xhallat që i frikën Allahut. Po ashtu dietarët të mençur mirë po kanë njohuri dhe kanë gjatë pamësi. Mirë po, neve e kemi pak me të parë të pejgamberit të Allahu Gjeleshanu në ndërtham Muhammed alayhi salatu wassalam. Jetën praktike këtë e ka përkësër. Por ai njeri që këtë vepër e bën, i bashkon ditë të kirnuar, vetëm se për rizan në Allahu. Ai njeri ka merita, ka shkallë të ngritora të Allahu Gjeleshanu. Nu'tihi ajran 'azima, shpërblimet të mëdha të pakufishme do të ketë Allahu Gjeleshanu. Gjëmatë të ndërruar. Megjithëse ne e dimë se të njerëzit kjo është aktuar. Është e vërtetë. Ne mundet të mundet viti të japë na gajret, me po realiteti është e tjetër. Në shtëpi e di vllazni, është në fri që di vllazni ka mos marrëveshje dhe gritje. Dikushi ka mos marrëveshje dhe gritje. Por një njahi ka mos marrëveshje dhe gritje. Me po një gjotë do të kemi gjithmonë. Gritje dhe mos marrëveshjet mes njerëzive nuk ka të bëjë me çështjet fetare. Por gjithmonë për qëllime të ndryshme personale dhe individuale. Për shembull, a ka dikush i rdim me dikan se nuk e pa namaz? Se e përdor alkohol? Se mund ta zinë? Ose të i blok me dikan se ka ndonjë vepër jo të mirë, jo njerëzor? Jo. Shumë pak ndodhin të muslimanët. Shumë pak ndodhin të muslimanët. Por më tepër që ndodh kjo, vetëm se të njerëzit kur kanë qëllime personale dhe individuale. Por si do të tjetër, ne e kemi për detyrë dhe për obligim të çështje i zgjedhme të ndihmojnë që të zgjidhen. Për shkak se Allahu Gjeleshanu në Kur'an thotë, në shumë ajete kur'anore thotë, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Allahu kishte dashur. Këtë popull të ndryshëm që ekzistojnë, do të ishin të njëjtë, pa kurrë një farë konflikti dhe mosmarrëveshje mes tyre. Mirë po kjo është normale që Allahu Gjeleshanu mund i vetë të njërit i ka krijuar njerëzit me raca të ndryshme, me tabiate të ndryshme, me tradita të ndryshme, me po njerëzit nuk ashtu dhe e cila dhe i pashkon. Mirë po dikush e përqafon dinin, dikush nuk e përqafon dinin, nuk e do dinin. Sepse ku ka din të pastër,
edhe respekti që bëhet ndaj dinit, aty xhamat të ndëruar nuk ka brinje dhe mosmarrëveshje. Aty ka unitet, aty bashkim, aty ka harmoni, aty ka perspektivë, edhe aty ka të mira të jetës së tij. Kjo që Allahu dhe shatë në ajit për Kur'anën thotë, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Musliman që vlezë. Jam vlezë, kjo në mënyrë teorike, por praktike ka që jam vlezër, nuk po ka që jam edhe në armiqësi. Një po për qatë Kur'ani thotë, në qoftë se ka armiqësi, فأصلحوا بين أخويكم. Bashkojni thotë, pajtojni thotë, mes tyre në qoftë se ka ndonjë mosmarrëveshje. فاتقوا الله. كان يدروا الله. كان يفرق الله. شو الله جل شانه فمن عفا واصلح فاجره على الله. هاي نري يتصرفا واصلح بالبيتوت. انه مصمربيش që ndodh mes njerëzve. Kush është ai që është problem? Allahu është ai i cili I nagradon ato të së fali edhe pajtohen në mes tyre. Këto janë disa ajete Kur'anit. Po kemi edhe disa hadithe të pejgamberit alayhi salam që na udhëzojnë, kështu që ne jemi munduar që me disa ajete ta argumentojmë këtë çështje, me disa hadithe të Muhamedit alayhi salam, por të njëjtën kohë edhe më në fund edhe disa shembuj të shohna se si neve na udhëzon pejgamberi alayhi salatu wassalam në mënyrë praktike se si ka ndodhur brinjë dhe mosmarrëveshje edhe si I ka bindë njerëzit që të mirën vetë të pajtohen edhe ashabët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi alayhi salam çka thotë? Ela adullukum ala ma huwa khair min darajati as-salati was-siyami was-sadaqah. A duni thotë që tërgojt të ju ju besimtar, cila është ma e bereqitshme se grada e namazit, e sadakajes, në moshës, edhe e agjerimit. Kalu bela ja Rasulullah, ashabët thonë po ja Rasulullah, kemi dëshirë, ne po keni kujdes, jo namazi farz, jo zeqati farz, qëllimi është që është këtu, dhe më thonë namazi në file, dhe mosh, dhe më thonë sadaka me thonë njeriu, edhe agjerim jo farz, agjerim që banë agjeron në file që agjeron. To bërë të një. Po të thonë ja Rasulullah, të dherte islahu dherte në bejtë. Mi bashkuar bitë I nuar të, me e bereqeshme se sa namazi në file, se sadakaja dhe sa agjerimi në file që agjeron. Fa inne fesade dherte në bejni, jenë halika. Me qenë të idhënuar dhe të përish në lezbiti di të idhënuar, është halika. Në gjusë arabe halika I thonë e qetë. Halk I thonë qetë. Halk I thonë krizë. Alak I thonë diçka qetë. Hele diçka qetë është. Halika qetë. Nuk themi thotë që kjo e qetë flokën. Mirë por me qoftë se ka grindje dhe mosmarrëveshje mes njerëzve, tahlu këtë din, e përish moralin, e qetë moralin, e shkaton moralin, gjithë shka që është e bereqitme e prishën ajo grindje dhe mosmarrëveshje. Për shkak se kur ka grindje dhe mosmarrëveshje, ati ka haset, xhelozi, ati ka shetona, ati ka përpujime, ati ka të shame, ati ka edhe ka raste dhe momente edhe ka raste në besim njerëzve. Hali ta. Prishën din, ta prish fejë, ta prishën imanin dhe besimit dhe Allahu dhe shanë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë, el-adlu bejnë el-ithnayn sadaka. U thonë pak përpara, mi I bashkuar, mi I pajtuar ditë I dhënë është sadaka. Më po,
duhet të dimë se kjo është vepër madhore e njerit. Ku pejgamberi alayhi salam thot, i tregon disa raste për disa njerëz që ndodhin te njerëzit, apo çka do të bëjë filani me vitin e bëhen rezim, neve s'na intereson ta kemi në timin të shtetin tonë. E në poshtë në të. Po thot, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa yadihi. Titulli, definicioni musliman çka do të thotë. Në qoftë se ja siguron paqen, sigurinë vëllau tonë me gojë edhe me dorë. Men lem yehtem bi umuri al-mu'minin falaysa minna. Ai që nuk i intereson gjendja vëllaut të vet, kushijës, vëllaut të vet, nuk është për umetin të një. Të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kështu që gjëmatë të me ti se në këtë temë ka të folët shumë, me po dhe mundonë është disa pika pak më kryesore që ti të regojna menda tire taktikave ose minuteve që në presin ne. Në Islam, si mbas babatëve dhe parimeve, fjallët e Resulullah alayhi salatu wassalam, është në pyetje i pajtuar diti i rnuar, jetë të drejt edhe të gënjesh. Hile shërëje, hile legale të përdorish, për ndryshe këto në gjuhën arabe përdoret e kebit, edhe rëndën e ta përdorish. Po është që ti pajtojt të biti i nëmar. U pejgamberi alayhi salatu wassalam, la yahillu al-kadhiba illa fiha. Nuk është e lejuar rrena, përveç se në 3 raste është e lejuar rrena. Se ato ja Rasulullah? E para të të është të hadbi të rëtërim dhe e të hukë jurdhiha. Buri me gu. U ka mos marveshë. U ka vënuar gu. Ta artë shpia guja ekstremt. Ta si ta binde që guja të qësot. Tash duhet përdojnë një metodologi që të bindet. Ka rastër, oj duhet u vënova, ishte në market, ishte të vlejt diçka, e për qatë u vënova, rani që s'ka qenë market, nërë po të të mëse si ta të bukti situatën, se që dhurata e hibija e bukti një. Kjo është të lejnë. Kjo si shenë. Nërë po, e dita të të është islahu dhe të vejnë. Kjo është në që mi parua të ditë. Sepse ne në të këmse, si o hëgjallar, këtë mision në të nabri një të kejtëri. Për shkemë për jemë dipar të mos marveshën me zviti, e së mundes fjallët, që ka i ndëgjo opinionës parti për fillës të qeta, për gjithë më nësa më bukë dhe shkoj që të arrish qëllimit, që të bezit të dipar, që të urit tensionit videojt e pajtimit. Në po ka raste dhe momente, edhe mund të gënjesh, mund të resh, në shkak se është përgjë pajtimit. Nëse nuk ka pajtim, ka edhe probleme të mëdha mund të ndodhin. Edhe e treta thotë është rreda në luftë. Që nuk mundesh të luftë të tregoj drejt. Sepse arbitru të sënon. Edhe të ratë, lirishtët mund të përdojnë në këto raste. Nërko, ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا او يكون خيرا. Nuk është rënasak e njeri që i bashkon, i pajton gjithë i nuar, me atë mjeshtri e vete, edhe ati njeri të nuk i thonë rënasak, por a njeri me të vërtet thotë është njeri mjeshtër që e kryrë unë e vetë në dherë dhe në sërste. U të regon pejgamberi alayhi salatu wassalam, تفتح باب الجنة يوم القيامة. Në thotë, sot dhe ditën do të qire të dirë të gjenetit thotë, ditë të gjenetit thotë, ditën e honë dhe ditën e jetë. Më po thotë, fa ju faru një kulli abdin muslimin la i fryshu që billahi shejta. Edhe do të njëri që Allahu i bon shokë. A i nuk fare. Edhe thotë, إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة. Përveç se a njeri që ka bindje dhe mos marrëveshje me vllaut e vet, ka i bindje me vllaut e vet, do t'i thohet atij njeriu unduru hadhaini hatta yasliha.
Shkoni shiqoni thot të njerëzit a janë pajtuar, shiqoni a janë pajtuar. Rat pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, një njeri i cili i vdohet me vllau e vet 3 ditë i vdohet. Nuk është besimtar i vet. Po një njeri i cili thot i vdohet me vllau e vet 1 vit, e set i deri. Allahu thot trajtohet si kur një njeri që ka bërë gjatë deri. Para kemi shembull që ka praktikuar pejgamberi alayhi salatu wassalam ku thot, një ditë prej ditëve Rasulullah alayhi salam se viste fisi Ansar në Medinetul Munawwara i ka pa 2 grupe njerëzish të jëdhuar në mesdite. Edhe ndërin që t'i ndërmjesoj dhe t'i pajtoj. Mirë po brenda kohës, pejgamberi alayhi salatu wassalam vonohet. Derisa vin koha e namazit të drekës, vazhdon t'i bind njerëzit për mu u pajtu. Edhe Bilal Habeshia radiallahu anhu e thërret e Babekrin dhe thot ja e Babekr. Me ndërprej nuk banë. A është thot mirë thot ja e Babekr, ti prish gjemati të falet dreka, e ki të vazhdoj thot pajtimin deri ta krije këtë mision, se vetëm e ka nevojë thot për me ardë deri në finale. Kështu që e Babekri me guximin që të falë drekën, pejgamberi alayhi salatu wassalam vazhdon, mirë po brenda kohës namaz i mbrejnë, kur e shef e Babekri se ka ardhur Muhamedi alayhi salam, ja edhe largohet për një harami. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wassalam ka dëshë që e Babekri ta kryejë detyrën. Mirë po qëllimi është se mundet të vendohet edhe mund të mos falet namazi me xhamat, edhe për Rasulullah alayhi salatu wassalam ka qenë si provë ka qenë kjo, që vetëm se të arrije që t'i pajtojë ditë i nduar që janë të përqarë në mesdite. Kështu që xhamati, ne kemi shembull kemi për këtë rast, kemi pohë që njerëzit kanë qenë të irduar në kohën e Umar ibn Khattabit radiallahu anhu. Në kohën e Babekrit radiallahu anhu. Po në kohën e Rasulullah alayhi salatu wassalam, ne dina shumë mirë, kur ishte në peqe buri i këllëzi në qape. Arruarit një përqarje e madhe me spiseve, se kur që ta vene burin e zi në temelin e qabës, kur rindërtohet qabja. Se cili fis është pregatit për luftë, ai që do të gjithë maj forti, ai do të regullojë të ta vene burin. Ma në fund të Mubire i për Umenje, më i vjetër me vjetë ishte, i ati fisi Quraysh e dha një propozim me ta. Kush do të hije mjesër i pari në qabe, a i thot do ta vene burin e zi në temelin e qabës. Kur mjesër ishte i pari që hiri në qabe, ishte Rasulullah alayhi salatu wassalam. Edhe çka thënë Kurishit, hadel emin o robina bihi, kjo është i drejtë, edhe jemi të knaqur me gjykimin e këtij. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam i thërret fiset dhe ju thot e merr një lecë e madhe, edhe thot pesicëllit fis nga një të ri, do ta kapën dorë. Mos marrëveshja për çarja që ishte mes fisëve, që ishin të përgatitur për luftë, përfundoi me mençurinë, me logjikën që pat Muhamedi alayhi salatu wassalam para ardhjes së shpalljes në moshën 35 vjeçare. Mirë po duhet të dimë se ai njeri që mundohet të pajtojë ditë i nduar do të qenë drejt. Jo gjithmonë pajtimi të mrihet, ata rrihet marrëveshja e të dëmtohet njëri prej tyre. Kemi raste që ka ndodhur në kohën e Umar ibn Khattabit radiallahu anhu, kështu që Umar ibn Khattabit radiallahu anhu
ishte halif. Pat ndodhen në Egjipt, kur o çliru Egjipti, Amr ibn al-Asi ka qenën është bërë në Egjipte vali, princ i Egjiptit në atë kohë. Edhe shkohet numri i muslimanëve, edhe Amr ibn al-Asi radiallahu anhu ka desh ta shtoje një xhami ta bëje pak më të madhe. Me bëjë shumë interesant se vendi nuk ishte i përgjithshëm, i përshtatshëm për atë masi të xhamis, ku o duke një shtëpi prej një krishtere të mire të uzurpohet, ose ta shese ta blesi vali, ose për ndryshe ma në fonte interesi i përgjithshëm i popullit e prishën shpiti. Edhe e në përfundim, për të që kërkojë me shqitje, a e nuk e shetë. Thotë, ja, Amr, ke shtëpi është e imja, unë e thotë me këtë shtëpi një ruaj një ima. Edhe nuk gozoj unë e këtë shtëpi, thotë, ta jatë të përgjatë. Atës Amr ibn Asi e urdhën edhe thotë shtëpia prishet në torët gjatë. Kjo gruaja bët ankesë kjo udhëheqësia kishës ortodokse në Egjipt e koptit. Edhe priftat e udhëzojnë dhe i thonë, shko të bënë ankesë në Omeri se Amr ibn Asi nuk është njeri që mirë vesh me ta. Omeri thot mund të zgjedhë problem, gjëmatë të ndërmorë. Egjipti, Kairoja, Mësri e Medinja afër 2.000 kilometre largë. Edhe kjo me devin hipor e me një shërbetorin e me dëshon në Medinë të Munawwara. Kur vrin me kufirin e Medinës, kjo tash takon njëri dhe e thotë ku është rezidenca e Omerit. Ato e thonë Omerit, që ke dikur një është të rejtë. Ku e ka palatin Omerit? A që e thotë vendin e ka? Edhe kjo afrohet. Kur afrohet të Omerit, shkon dhe i drejtohet duke Musinin Omerit, sepse në atë kohë breti i Persisë Kisra ka pat pallate, ka pat rezidencë, ka pat kushtëri, ka pat roje. Omeri ka qenë me një hije me një drumit. As bile thua s'ka patën në dhe, bile kure ka zonë gjumi, ka pat gjurma në trupin e ti. Pre deu që ka shtrin, që ka zonë gjumi, që ka përshur. Edhe i drejtohet dhe i thotë, ku është emirul mu'minin? Omeri, thot unë jam Omeri. A të je emirul mu'minin? Thot po, unë jam emirul mu'minin. Thot çka ti? U marrë për një ankesë, thot, për Egjiptit. Çfarë ankesë ki? Thot, a gjë është vali, thot Amr ibn al-Asi. Amr ibn al-Asi, thot, ka bo, thot, një dom, thot, në shtëpinë time, thot, ma ka prish shtëpinë për qëllimet e xhamisë. Pa për qëllimin tim. Unë e lipi drejtësi për ti, edhe lipi pajtim me ta, nuk është në regull, thot, njeri i fortot, njeri i madh, me ushtri, thot, njeri që edhe nuk është i feje se ti në të mënyrë të veprojnë ndaj një gruas. Atëherë se Umar ibn Khattabi e merr një letër të shkruar. Në letër të shkruar thot, min Umar ibn Abdillah ila Amr ibn al-As. Pe Omerit dhe të Amr ibn al-As. Lejse Kisra bi a'dala minna. Salamu ala man ittaba al-hawa. Përfunda në të fjalë. Këtë letër të damash dhe kthehesht në Egjipt me javë do të bëhet. Hakim edhe pajtimi me botë të qartë edhe me drejtësi me vepru. E me letër dhe nisët kthehet për në Egjipt, gjatë punës kjo duaje e qega të letërës kur ta u përgjën. Se diko e ka qëllë. Edhe mërë atë letërën e hunë. Mirë po shërbetori e mërë e shtim gjatë. Dhe i thotë mëse hunë, thotë,
për shkak se jemi lodhur me mujtimi e për çkëtë letër e tashtë të nuk është në rregull. Edhe mbrimi i kthehet, shkonte priftat e kishës ortodokse, edhe i tregon se ka qenë të Omeri, që tregon se Omeri nuk ishte në rezidencë, por ishte në një Sahare, me një vend thot jo që i takon e mirë mu'minin, por thot nuk ma bushi sinin, thot muaj, e shkut një ka qëtë letër dhe e huda, e fuga. Atëhes, priftat i thot, se se ki marë atë letër, thot, në qofë se ajo letër ishte atë gjohë, bërëm se ne nuk ishte në argument që se musliman të gjohë. Mirë për shërbëtor dhe të djohë, thot, unë e kom marë letër, që të e kam gjohë. E me letër, ka qenë ditë e gjumon, vakë gjumon, edhe dalim, o amrut asë i dalim për para, e me rojën e vete, ka nisë të shkoje në gjami të falet, e gjami që e kanë dërdohë. Edhe thot, prit thot pak, thot kemi një letër kjo duhe, thot ka nga që u më në khattavi. Lezoj. Kur e lezoj letrën, e kupton letrën se qka do në të thot, dhe të regon historia islame, ati thotë fytyra e boj i bëhet e vetë. Edhe i dritët trupi, kamët nuk i mbajnë. Qka pas ka ndodhën, thotë mua, thotë me këtë. Njeri i Saharës në Medine, komandon me Egipt 2000 km lartë, me drejtësi. Edhe një zgjet një problem që nuk u ka të shkëndodhe, edhe i thot, ti grue, thot, e ti krishtere, thot, a pranur ta falë në gjumon, edhe ta prish në vendin ku e kemi ndërtu gjami, ka qenë shpia jote, edhe ta këtëm si ku se ka qenë me parë. A në lejon ta falë në gjumon. Thot, falë në gjumon. Shkon gjami të falë gjumon. Pas i falët gjëmoja, që ma të dërojë. Kthehet, edhe Amr ibn Asi e urdhën, dhe thot, komplet thot, si ku se ka qenë shpia të kthehet në vetë. Kjo gruja të qohë në kam, që thot, ja Amr, ju e mbedjoni atë njeri në Medine? Thot, po e mbedjoni. A njeri ka ndikim të juve? Thot, po ka ndikim. Por thot ti e kupton që ki bo zëllum, thot po e kuptoj. Por tash thot, do të më prish edhe më ndërtu shtëpia jote. Thot në këtë mënyrë që vepron, thot ti, thot ja Amr, kështu thot të shkojë, thot feja islamit të para. Mirë po pesët e të që thot, unë jam muslimane edhe ngejën e thot shtëpia ime thot për gjami. E përton në këtë rast. Mirë po me qka në drejtësi. Në drejtësi. Edhe një shembull e ta përfondet së vëllatë. Kimi Eba Bekri, si shembull edhe të ta përfondet. Te Eba Bekri ka shku bën një ankesë. Umar ibn Khattab. Ka kalu para Omer, para Osmanit, e ka përshëndes se ka këtejë se ka. Edhe bën ankesë të Eba Bekri e thit Osman ibn Affani, se të të se këtëve selamin Omerit, se ku ka qenë? Ka kalu parasive ti, thot ti ki qenë duke menduar, thot ka përshëndet se ki këtëve selamin. Edhe ka qenë një problem para 10 ditësh mes Osmanit dhe Omerit, për rastin e Zejnebit bie se ti që ka qenë burri i ka vdekën, e ka menduar Omeri se që ati ajo është graflot e problemi mes dive. Edhe pjati momenti, vej Osman ibn Affani i drejtohet dhe i thot, ja, ku ishe thot ti, filan. E pse thot e tja ki përshëndet thot po. Thot atë kompave ti thot ki pa. Vallahi thot një kompave. Se ka rast në dokumente njeri unë, e ka në një derë, dhe një gajnë, dhe një problem, e përshëndet i nuk është ati, pale ku është e ka derë mendjen për problemet e veta, që i ka edhe nuk i mteke, është të mesi, me trup është ati, a me mend, edhe me shpirt që të punë është, po ndodhim të njëri. Thot, për shka ti me ndodhë të ti?
Ebu Bekri thot, çka ke mendu? Thot, dhe çka ka mendu? Thot, Muhamedi alayhi salam ka vdek, ka ndryshuar. Mirë po ka me djetë se në kompeti, thot, men me gjatë ja Rasulullah. Si do të shpojtojmë me nga dënimi i Zotit, o i dërguari i Allahut. Këtë se në kompeti. Atës Ebu Bekri thot, ti se ki pikë, thot, po unë e kompeti. Unë i të ditëve ishte gjallë Rasulullah alayhi salam, i drejtove dhe i thash, thot, men me gjatë ja Rasulullah, ku si do të jemi të shpëtuar nga dënimi i Zotit, o i dërguari i Allahut. Pejgamberi alayhi salam ka thënë, thot, ti thot, ja kom thonë këtë fjalë edhe bingjës ti. Në qoftë se thot do të shpëtosh nga dënimi i Zotit, i kom thonë e Batalimit, i kom thonë e Barlevit, ja kom thonë këtë. Cila është të shpëtimi? Fjala la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Çket kompleks të unë ta kuptoj. Po thot pejgamberi alayhi salam ka thonë. Edhe prej këtij momenti Ebu Bekri vetëm se i pajton këto, nuk i lën të zmadhohet problemi dhe mosmarrëveshja. E ka rënë gjëma të ndoron. Me di se mesazhi i fundit i joni është që me vërtet njeriu duhet gjithmonë të mendojë se pejgamberi sa thot prej edukatës se pejgamberëve edukat me ngritur është në ta'fu men zalama. Ta falish atë njeri që të ka bërë zullum, që të ka bërë dëm. E dita, u antu'tiye men haramek. Një njeri që nuk ketë diçka, ti du t'jash, alim se s'ka dhënë t'i jetë, nuk ka problem. E treta, u antasje men qata'ak. Ti bësh mirë ati që nuk bën mirë. Kjo është morali etika e pejgamberëve. Për atë, në një transmetim tjetër të thotë, "Wan tuhsine ilayhi men esa'a alayk." Edhe të bësh mirë atij njeriu që të bën keq. Kjo është prej edukatës së pejgamberit. Për atë ne shembull i shërbimit plot, ne po më në fund përfundojmë me fjalën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që gjithmonë ka falë. Gjithmonë ka falë. Falja me eran që i ka ndarë, mirë po për atë ka të shumë eran, ama për njerëzit që e ka ndash atë falje shumë ka qenë mirë sa ato, kur e shtirojnë me këtë. I të bëjt këtë me të litë. Unë dështar armit të islamit, edhe ju tha, shka mu që bëjnë një ju ndash. Ato i tha, ente khejru, ibnu khejru, e i buri khejru, i e bir, i një bir, i një babës së mejru, e ti njësire të mirë, ki njerëzit të mirë, ti e njeri ngritur, njeri i johatmarës. E kështu më ratë, në shkaj thot, i dhehebu për antë më të mollatarë. Shkojni se jeni të lirë, jeni të farë. Kështu është mesazhi i fundit, për atë nëse njerëzit kemi investitin, mos marrëveshje dhe klingje, që dujon është e kalentar, ku si ka njëri. Mirë po, tjetësh më harmoni, tjetësh bashkëjetesë, tjetësh me nderë dhe me respekt. Wallahi, matë nësi një si të të ta. Për atë, njeri u gjithmonë të mendojë, mos tjetër rëmësi fjallëve dhe shetonave, se ato janë e dëmtojnë islamin, e dëmtojnë muslimanin, diçka dëmtojnë, por konkretisht e dëmtojnë atë njeri i cili më dhe të foret për ta, por për atë njeri gjithmonë të falë, dhe të jetë të ngejt i lumëtur në këtë jetë, edhe të shkoj i lumëtur për Allahu Gjereshanë. Inshallah, Allah Gjereshanë do në duqet tona, duat tona me këtë mbrëmje që jemi takuar, me të fjalë që i kemi thanë, do shtë edhe kemi gabohë një përshime, mirë po si do që tjetë, gjithmonë fjalët të kërkëm të Allahu Gjereshanë, a jemi të bindët se me të tëtë, kjo është një këshill, një udhëzim për të gjithë neve. Allahu Gjereshanë, inshallah, neve në ndihmon, neve në bashkon, edhe inshallah në bashkon në vendin më të çmuar i cili është Gjennetul Firdaus, inshallah. Walillahi l-Fatiha. Allah ju dërotë në mëndërat, kujdesin në shkallën e treguar, në telefonin e ndëruar, inshallah shqip në praktikën tjera dhe në universitime tjera. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, مع الله ترى الله معنا
ما